Jemi rikthyer drejt për së drejti, kam në studio gazetarin, analistin dhe drejtuesin e emisionit ADN në televizionin publik shqiptar, profesorin Ilir Yzeiri. Profesor Yzeiri, përshëndetje dhe faleminderit. Përshëndetje, mirë se u gjeta. Profesor, ta nisim nga 21 janari. Për herë të parë, Berisha është thirrur nga drejtësia. Do të jetë në SPAK ditën e premte për 21 janarin. Kjo është në vend që të ishte një ngjarje që do të rriqte vëmendjen, për mendimin tim është një gjë e turpshme, sepse kësaj prokurorie që merr dhe arreston me letra anonime, siç bëri me Erion Veliajn, kryetarin, njeriu më të votuar në Shqipëri, meqense jemi tek zgjedhjet lokale, pra me 160.000 vota, ka 14 vjet dhe tani, siç thoshte me robazën editorialin e tij, i doli frika për ta thëritur Sali Berishën. Për çfarë e bën këtë sot? Sepse e bën për shkak se gjykata e Strasburgut e ktheu dhe gjykata e lartë e detyroi SPAK-un që të hapë hetimet. Nuk kam asnjë shpresë që kjo ngjarje do të zbardhet nga kjo trup e SPAK-ut, e cila deri tani mjafton të shikoni gjyqin që po bëhet për Gërdecin. Është bërë një spektakël i neveritshëm. Shkon Fatmir Mediu, tërhiqet. Unë nuk e di se çfarë ndodh. Apo ju pyes unë juve si gazetar, meqense jeni më pranë, çfarë bëhet me gjyqin e Gërdecit? Po vazhdojnë seancat, është seanca e radhës. Po çfarë gjyqi, çfarë provash? Pse media nuk ushqehet nga SPAK-u me provat që ka në dorë për Gërdecin, siç bën fjala vjen me këtë legjendat urbane të zonjës Balluku për shembull, apo të Erion Veliajt që fryen mediat, i bëhet gjyqi popullor. Këtu do të bëj një pyetje tjetër, pse SPAK nguron të tregoj, ka prova të reja, i ka të sigurta provat, dhe t'ua jap në mënyrë ilegale, siç bën me të tjerët, siç ka bërë me Erion Veliajn, siç ka bërë me Ilir Metën, siç ka bërë me Belinda Ballukun, siç ka bërë me të tjerët. Ke parë këto ditë që qarkulloj në media, te këto portalet që thonë, siç më ka thënë një prokuror apo këta gazetarët që thonë. Janë ndryshe dosjet, ndryshe këto gjërat e tjera. Është e njëjta dosje, është e njëjta çështje. Po çështjen Gërdeci, me sa di unë, po merren në pyetje për post procesit që shkon Po çfarë kanë të re ata se Gërdeci ka sa ka që ka ndodhur Gërdeci? Çfarë ka të re prokuroria? Çfarë ka të re? Pse nuk e tregon çfarë ka të re? Ai ka marrë parasysh këto provat e reja që kanë dalë apo çfarë po bën? Po deri dje thonim kemi drejtësi të kapur. Sot që kemi SPAK-un dhe SPAK-u ka marrë në dorë 21 janarin për shembull. Po çka ka marrë në dorë 21 janarin? Ja dhan se s'donte ta merrte, ja dhan me forcë, ja dha e detyroi gjykata e lartë. Ky është për mendimin tim është një show i shëmtuar që bën SPAK dhe unë nuk kam fare pritshmëri që SPAK mund ta zbardhë 21 janar. Çfarë ka për tu zbardhur aty? Akuzat janë të qarta. Kryeministria ka fshirë serverat, deklaratat e Berishës që po do të qellojmë, në çfarë vendi të botës ka ndodhur kjo? Ndodh që të qellohet nga kryeministria mbi protestuesit, të kalojnë 11 vjet dhe prokuroria me zor thot i kemi çuar një thirrje, po nuk i ka shkuar. Tash i kemi çuar thirrjen e dytë. Kjo është një përpjekje për mendimin tim e turpshme e SPAK-ut për të hedhur, për të na bindur ne që ja filloi të merret me çështjen më të rëndë që ka tranzicioni shqiptar. Pas rënies së skemave piramidale, pas krimit të tmerrshëm mbi shqiptarët ku u vran mbi 2000 vet, Gërdeci dhe 11 janari, 21 janari janë prapë ngjarjet më tragjike. SPAK tash ti kujtohet të thotë për 21 janarin për shembull janë marrë Pyetër Justin Burgaj apo mos gaboj Gjergj Lezhja apo pra nuk u hetua siç duhet, nuk u hetua Gardës, Lulzim Basha dhe për parë Sali Berisha, mund të merren dhe të tjerë. Jo, më fal, çfarë ka rezultuar? Domethënë, unë dua të di këtë gjë dhe populli dhe opinioni dhe të gjithë duan të dinë pse u vran 4 protestues, kush dha urdhër që të vrihen, në cilin vend të botës përveçse në Tiananmen. Në Tiananmen, në vitin 1989, në mos gaboj, policia e Tiananmenit shtiu dhe të thuhet që kanë vrarë, e mbajtën sekret, ka vrarë me mira të rinj. Vetëm atje dhe në Shqipëri, edhe Sarkozy më kujtohet, në atë moment Sarkozy ka qenë presidenti i Francës dhe në një tubim në Bashkimin Evropian, një nga gazetarët e pyeti në Shqipëri ka ndodhur kjo. S'është e vërtetë. Ka qelluar mbi protestuesit në një vend demokratik dhe ne kemi thua 14 vjet, tash 14 vjet e ka thritur dhe ai thotë jo s'm ka rrethesa akoma. Ky është një spektakël banal që bën SPAK-u dhe ti je i sigurt që ajo ngjarje jo vetëm që nuk do të hetohet siç duhet, po e vërteta nuk ka për të dalë kurrë. Dhe ajo ngjarje do të mbulohet. Do të shikojmë prap spektakle të tilla si këto që bëhen tash me Belinda Ballukun apo budallallëqe të tjera, kupton? Dhe drejtësi për fat keq në këtë vend, siç vinte re edhe raporti i Bashkimit Evropian për SPAK-un që thoshte deri tani nuk kemi parë çështje të përfunduara. S'kemi parë çështje për çështje që janë në hetim, disa po shkojnë në gjykim. 6 vjet, si për Alqi Bllokun për shembull. Alqi Bllakun. Bllakun.